Ndryshimi I qeverisjes me 23 qershor është një nevojë etike për vendin, tha Ben Blushi në takimin e tij elektoral me banorë të lagjes Brigada e 17 në Elbasan. Kemi pasur do 8 vjet një qeveri e cila tani që janë ngellur 23 ditë deri ditën e zgjedhjeve, bilancin e ka shumë negativ. Shikoni qytetet tona. Shikoni Elbasanin, të bindeni se sa e mirë edhe varfër është jeta në Shqipëri. Njerëzit ankohen se energjia është bërë e papërballueshme. Kudo që shkojnë njerëzit ankohen se nafta është bërë shumë e shtrenjtë. Po ashtu temë qendrore e fjalës së kreut të listës së kandidatëve socialist për deputet në Elbasan ka qenë edhe mjedisi. Sipas Blushit, 80% e qytetit të Elbasanit nuk ka asnjë arsye të votojë Partinë Demokratike, por ka të gjitha arsyet që të votojë Partinë Socialiste.